Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dersin e kaluar e përfunduam ato të broshurën e Sheikh Abdul Qadir Al-Arnautit, rahimallahu ta'ala. Sonte do të fillojmë një broshurë tjetër të Sheikh Abdurrazakit, Dr. Abdurrazak Al-Badr, hafidhahullahu ta'ala, djali i Sheikh Abadit, disa porosia apo disa këshilla nga brezat e para të muslimanëve që i drejtohen rinisë. Shehu ka fillu edhe ka thonë që pa dyshim periudha rinisë është një pjesë shumë e rëndësishme në jetën e njeriut. Sepse është periudhë fuqisë, e gjallërisë, dhe ai ka gjymtyr të forta njeriu, apo shqisa të shëndetshme, kur plakut i dobësohet fuqia dhe këto shqisa. Feja islame i ka kushtuar kujdes edhe vëmendje të madhe kësaj pjese të jetës. I dërguar Allah s.a.s. ka nxitur që ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë fazë të jetës, domethënë rinisë. Dhe të kemi kujdes nga përdorimi i saj. Po ashtu Ibn Abbasi tregon se pejgamberi s.a.s. i tha një njeriu duke e këshilluar: shfrytëzoj tha 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Rinin para pleqërisë. Rinin tënde para pleqërisë. Shëndetin para se të smurësh. Pasurin para se të varfrohesh, kohën e lirë para se të angazhohesh dhe jetën tënde para se të vdesësh. Subhanallahu, çdo vjet tu ardh po e vren këtë hadith pejgamberit alayhis salam. Para martesës ke pas kohë më shumë me lexu. S'ke qenë i martum, s'ke pas fëmijë, nuk ke pas shumë punë. Momentin kur po martohesh, momentin kur po shumohesh, po shtohen punë, subhanallahu. Për atë arsye, rinin duhet me shfrytëzu atë sa kemi mundësi para se mu plak, apo edhe gjitha ato pika tjera. Faza e rinis futet në përgjithësimin e fjalisë të pejgamberit alayhis salam, shfrytëzoj jetën tënde para se të vdesësh. Mirë po, i dërguar Allahut e veçoi për shkak të rëndësisë dhe vlerës madhe të saj, andaj duhet tregohemi të vëmendshëm. Ibn Mesudi transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: këmbët e birit Ademit nuk do të lëvizin, thot, nga qëndrimi para Zotit ti në ditën e Kiametit, derisa të pyetet për 5 sene. Për jetën e ti çush ka kalu, si e ka kaluar, për rinin e ti si e ka shfrytëzu, për pasurinë e ti se si e ka fituar, edhe si e ka shpenzuar, dhe për dijen e ti çfarë ka vepruar me atë që e ka ditur. Subhanallah, senet mëdhaja vallahi, senet mëdhaja. Për jetën çush e ka kalu, për rinin çush e ka shfrytëzu, për pasurinë çush e ka fitu, edhe çush e ka shpenzu, për dijen e ti çka ka bo me ato, çush e ka vepru, çush ka vepru me atë dituri. E kini dituri, si ke vepru me atë dituri. Për çdo detaj ka me të pyet Allah subhanahu wa taala, e transmeton hadithin Tirmidhiu, hadithin e saktoi Sheikh Albani në As-Sahiha 946. Nga kjo mësojmë se pejgamberi alayhis salam tregoi se në ditën e Kiametit njeriu do t'i bën 2 pyetje lidhur me jetën e tij. E para për jetën përgjithësi, prej fillimit deri në fund. E dyta për rinin e tij në veçanti. Paramendo, edhe që kjo për jetën përgjithësi hyn tek rinia. Realisht hyn tek jeta. Domethënë hyn edhe rinia hyn tek kjo. Mirë, po ashtu po e potencon në mënyrë specifike, thot në rinin në veçanti. Edhe pse kur njeriu pyetet për jetën, aty futet edhe periudha e rinisë. Mirë, po në mënyrë specifike po ta tregon. Subhanallah. Dhe thot në ditën e Kiametit do të pyetet për të me një pyetje të veçantë. Po ashtu pejgamberi sa nxiti njerëzit e dijes, edhe ata që merren me edukimin, me davetin, thirrjen, mësimin e tjerëve, që të kujdesen për trinjët, nga që i riu ka nevojë për kujdesje, sjellje të mirë, të butë, shfaqje të dashurisë, i bën të dashura veprat e mira, njerëzit e mirë, në që të mos e bëjnë për vete pasuesit e të kotës. Mos më bo me rujt fëmin tëndë, me eduku fëmin tëndë, me rujt të rinjët, sepse i thithin gjërat, subhanallah. E sidomos në kohët e sotshme, kur janë shtuar, ku është shtuar e keqja, maksimalisht, ka ta kthesh qoftë djathtë, qoftë majtë, qoftë para, qoftë mas, çdo kun kisen e të këqija. Andaj shumë është koha e lehtë tani që njëri
të bien mëkate, të bien gjunahe. Ne duhet t'i ruajmë. Po transmetohet nga Ebu Sejid el-Hudriu radiallahu anhu, i cili kur i shihte rinin thoshte: mirë se vini ju për të cilët na porositi pejgamberi sa. Na porositi që t'u bëjmë vend në për mexhlise dhe t'u mësojmë, t'u bëjmë të kuptueshëm hadithin, sepse ju do të na zaventësoni pas vdekjes dhe ju jeni tharët e hadithit pas nesh. Në trashëgimia jon kush është? Janë fëmijët. Për atë arsye tërë kohën unë them, maksimalisht investoni në fëmijë, runi fëmijët maksimalisht, sepse ata janë trashëgimtar të dijes tonde, trashëgimtar të kulturës tonde, trashëgimtar të fesë tonde. A e ki po për shembull tek ne, kur i thënë muslimanëve kështu, nominativisht që janë me emër musliman, thot s'pëndron fen, ndroje ku e diun, ja e baba që shtu të ma kalon. E kom trashëgimi që të fe mirë, jam mës ma përzi. A shini sa ka rëndësi trashëgimia, subhanallah, sa ka rëndësi, do më thonë ajo, në një aspekt, një pikë, sepse jo domosdoshmërisht i bie çdo sen që trashëgohet është e mirë, sepse Allah na ka potencu Kur'an, kur ti i thret tek e vërteta, a thot që kështu i gjetën baballarët tonë, nuk po themi për këtë kontekst, por se po themi që ka efekt familja, ka efekt trashëgimia, ka efekt rrethi, më thonë, për atë arsye, ne të mundohemi, ti edukojmë, sidomos ju që jeni në vendet jo islame, mi qunë për xhamia fëmijët, mi qunë për organizata që janë islame, për me rujt fen, për me rujt gjuhën, gjitha këto gjëra, me bo që me pas një trashëgimtar të hajrit insha Allahu Teala. Po ashtu për cilët se ai i drejtohej të riut dhe i thoshte: o biri vllajt tim, nëse dyshon për diçka, më pyet derisa të qartësohet e të bindesh. Nga që më e dashur për mua është që të largohesh duke qenë i bindur se sa në dyshim. Po ashtu për cilët se kur Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu i shihte të rinjët duke kërkuar dije. I shihte edhe u thoshte: mirë se vini burime Turcis dhe kandila në errësirën e natës. Ju keni rrobat vjetra, mirë po zemrat tuaja janë të reja. Ju nuk i ndaheni shtëpive tuaja dhe jeni borziloku i çdo fisi. Subhanallah, sa i kanë çmuar të rinjët. Edhe dini që në kohën e pejgamberit alayhi salam, kush e pranon Islam më shumë? Të rinjët dhe të varfrit. Jo ajo elita kryesore në vend që ishte aso kohë. Sa ata po themi kushtimisht nuk kishin nevojë as për para, as për këtë dynjë. Domethënë nuk kishin nevojë sepse i kishin gjitha këto gjëra. Në këtë punim kam zgjedhur disa porosi, thot Sheikh Abdulrazak el-Badr, dhe secilin porosi e kam shpjeguar shkurtimisht. Porosia e parë thot nga Ebu Ishaq Amr as-Sabi'i, tha: o ju të rinjë, shfrytëzojini rinin tuaj, sepse të pakta janë netët në të cilat nuk i lexoj 1000 ajete, subhanallah. Unë e lexoj surën Bekare në një rekat, agjëroj muajt e shenjt, agjëroj 3 ditë nga çdo muaj dhe ditën e hënë e të ejte. Pas të lexoj ajetin dhe shpalli tregoj dhuntit e Zotit tënd. Me këtë ajet ka raste të caktuara vllazni ku lejohet të mirat e Zotit tënd mi kallëzu, janë formë mburje, por me i tregu të mirat e Zotit tënd, që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala, që tek njerëzit bëhet shembull për me praktiku. Ka pas raste kur Muhamedi alayhi salatu wassalam çfarë ka bërë? Më spari kur ka dësht me nxit diçka, për të dhënë diçka, apo për ta bërë një projekt, një organizim, apo ko e diun po themi në jargonin e sotshëm, më spari ka qenë i pari ai i cili ka dhënë dhe pastaj kanë filluar edhe të tjerat. I lexoj 1000 ajete, kjo pjesa e këtij dietari ka për qëllim parafrimin dhe jo kufizimin. Kuptimi është se ai e përfundon leximin e Kur'anit në çdo javë. Përfundimi i tij në çdo javë ishte diçka që bëj vazhdimisht në mesin e brezave të para të Islamit. Po ashtu për cilët nga Amr ibn Mejmun radiallahu anhu rahimahullah, se kur ai takonte ndonjë vëlla besimtar i thoshte: mbrëm Allah më ka furnizuar me kaq rekate namaz dhe me kaq mirësi.
Subhanallah, kur kanë fal namaz, shumë, kur kanë bë dua, kanë fal namaz, kanë bë dhikr, apo gjatë natës, thot më ka furnizu Allah Azza wa Jall. E kanë llogarit furnizim këto, subhanallah. Këto dy mendime përmend edhe edukimi me anë të shembullit. I riu ka nevojë për një gjë të tillë, thot, në mënyrë që të jetë aktiv dhe t'i lehtësohet zbatimi i çështjeve të fesë. Megjithatë, mësuesi, dietari, duhet t'i kushtoj vëmendje njetit sunimit të tij dhe ta korrigjojë atë, apo më thonë tjetë njeti sinqert për hir të Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që të mos zbije në dy fatësi, dhe më thonë në sy e fatësi. E si pasoj, çfarë? T'i asgjësohen veprat. I asgjësohet veprat nëse nuk ka sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Porosia e dytë është Hammad ibn Zeidi tregon, shkuam thot ta vizitojmë Enes ibn Sirinin, rahimahullahu ta'ala. Kur u smur, edhe dine vllazni që me shku me vizitu një të smur, 70.000 me lajke bëjnë dua për ty, subhanallah. Subhanallah. Ditën e gjykimit, Allah subhanahu wa ta'ala i thotë robit, thotë unë isha i smur dhe ti nuk erdhe të më vizitosh. Thotë ja rab ti, qysh je i smur? Po thotë robi im ishte i smur dhe ti nuk shkove ta vizitosh. Mos shiko a ka ardhe apo nuk ka ardhe. Shko ti vizitoje për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe çfarë tha kur u smur? Dhe ai na tha, o ju të rinje, thot keni frikë Allahun dhe shikoni mirë se nga kush po i merrni këto hadithe, sepse ato janë prej fesë tuaj. Rune fen tuaj, rune metodologjinë tënde të marrjes së diturisë, sepse me sunetin e pejgamberit alayhi salam, ai njëkohësisht ta fut edhe bidatin apo bindjen e tij të devijuar dhe ti mund të devijosh. Shpjegimi i kësaj thënie është, kjo është një porosi shumë madhështore. I riu i cili qaset kërkimit të dijeve fetare edhe të mësimit haditheve, duhet që nxënjen e dijes ta bëj para dietarëve të besueshëm, që kanë dije të thellë dhe që kanë kuptim e dije të madhe dhe larg pamësi, e jo të merr dijen nga çdo kush. Dijen e merr nga pasuesi i sunetit, i cili është qëndrueshëm në të. Subhanallah, kur t'je i smut, shkon e shikon doktorin më të mirë, më të besueshëm dhe më të ditur. Pse atëherë nuk i kategorizon edhe hoxhallarët që i kanë dy kushte, i ditur një dhe e dyta i sinqert. I ditur dhe i sinqert në pasim të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Shawdhabi rahimahullahu ta'ala thot, vërtet prej begatisë Allahut ndaj të riut, kur ai fillon të praktikoj fen, është shoqërimi i tij me pasues të sunetit, të cilët e drejtojnë ka suneti. Prej begatisë Allahut e ka konsideru, që nëse i ri, thot fillon me praktiku fen, edhe shoqërimi i tij është me pasues të sunetit, atëherë thot çfarë? Thot kjo është begati për Allahut. Amr ibn Qaisi rahimahullahu ta'ala thoshte, nëse e shet të riun, thot, duke mos ju ndarë ahlu sunetit dhe xhamatit, qysh në fillim të tij, e sheh një person, një ri, që është ka pas dietarëve të ahlu sunetit dhe thirrsave të ahlu sunetit, atëherë thot shpreson në të. E nëse e sheh së bashku me pasuesit e bidatit, mos shpreson në të, sepse i riu vazhdon sipas çështjes fillestare të tij. Si të fillon me fillim, me probleme, e ka problem pastaj të kthehet në rrugën e drejtë, sepse i përzin gjërat, apo ai po ashtu thot, vërtet kur i riu, qysh në fillim, i jep përparësi uljes me njerëzit e dijes, ai gati se ka shpëtuar. E nëse hanon tek të tjerët, gati se ka dështuar, thot. Porosia e tretë, thot, është nga Malik ibn Dinari radhiyallahu anhu, për cilët e ka thënë, me të vërtet, mirësia është në rini. Kjo porosia e Malik ibn Dinarit është një vërejtje madhështore lidhur me rëndësinë e kësaj periudhe, më thonë periudhën e rinis. Ai po këshillon që nëse i riu ditë i shfrytëzoj rinin, ashtu siç duhet, do të arrijë mirësi të shumta. Pastaj ajo që ka vepruar gjatë rinis do të jetë për të shtyllë bosht themeli fort derisa të vdes. Nga që me këtë i sjell dobi vetvetes edhe të tjerëve,
Normale. E hek gjehlin që e ka tek vetja, dhe kur ta hek gjehlin që e ka tek vetja, pastaj e përhap edhe tek të tjetërt. E nëse nuk ti ta shfrytëzoj ashtu siç duhet, do ta humbas vetveten. Edhe do t'i humbas të tjerët pastaj. Sepse ato që e mëson gabimisht, mendon se është e vërtet, e përhap tek të tjerët dhe i devion edhe të tjerët. E devion vetveten dhe i devion të tjerët. Nëse tek i riu mblidhet fuqia e rinisë, se kur është i ri, njeriu ka fuqi i riu, kohën e lirë, pasurinë e bollshme që e ka në rini, atëherë këto, domethënë nëse tek i riu mbledh fuqia e rinisë, koha e lirë dhe pasuria e bollshme, atëherë këto e shkatrojnë atë, siç thotë njëri nga poetët. Vërtet rinia, koha e lirë dhe pasuria e dëmtojnë së tepërmi rinin. Sidomos nëse nuk i shfrytëzon. Ka kohë të lirë, nuk i shfrytëzon në hajër, ka pasuni, nuk i shfrytëzon në hajër, këto e dëmtojnë njeriu. Nëse këtyre trijave ju bashkangjitet edhe gjëja e katërt, fitnet, sprovat, epshet e ndryshme, dyshimet, afërsia e tyre tek i riu dhe rrugët e shumta për të rënë në to, atëherë kjo është prej shkatruseve më të mëdha që e dëmton periudhën e rinisë dhe i humbet vetes mirësinë e bereqetit të saj. Vallahi në rini kur kërkon njeriu ditori, subhanallahu, është si me shkrujt në gur, vllazni. Si me shkrujt në gur, në plak, me një plak me shkrujt, me letë Allahut, ajo nuk fshihet. Keni vrejt, subhanallahu, plot fëmijë i mbajnë në mend abetarën që e kanë mësu, apo disa poezi që i kanë mësu qysh në fëmiri. Se është truni i pastër që i thith ato gjëra. Andaj shfrytëzoje tek fëmiu yt apo tek i riu yt që ta edukosh në këtë frymë. Kjo fjalë Malik ibn Dinarit tërheq vërejtjen, lidhur thot me bereqetin e madh dhe mirësitë shumta gjatë kësaj periudhe të jetës, nëse Allah i jep sukses të rrill dhe ndihmon që ta shfrytëzoj. Dhe periudha e fundit për sonte është periudha e katërt, porosia e katërt realisht, apo këshilla e katërt. Zeid ibn Ebi Zërka tregon doli Sufjan ath-Thauri. Ndërkohë që ne ishim thot duke pritur te dera dhe na tha, thot o ju të rinje, ngutuni ta arrini bereqetin e kësaj dije, sepse ju nuk e dini, ndoshta nuk mund ta arrini atë pjesë të saj që e shpresoni, po ashtu sillni dobi njëri tjetrit. Sa bukur. E humbni, subhanallah, me një kohë të caktuar kur keni qenë të rinje, keni pasur kohë, tash nuk keni kohë, siç keni pasur më herët. Për atë arsye, nëse neve rinia na kaloj, spakulet janë këto ligjërata dhe këshilla për të rinjet e tjerë që kanë kohë dhe t'ju shfrytëzojnë. Paramendo për shembull nëse një i ri, një fëmijë, moshë 7-8 vjeçare, 5 vjeçare, ku e di unë, apo në rini në përgjithësi, fillon me mësimin e Kur'anit dhe e mëson, bëhet hafës, çfarë lehtësimi i madh është për to kur të rritet. Hajde na shtet tash me fillu hifzin. Ti mundesh, mirë po e ke shumë të vështirë. Ndërsa kur është fëmijë dhe fillon me mësimin e Kur'anit dhe fillon me hifdhin e Kur'anit, Allah e ka më të lehtë çështjen pastaj. Kur të rritet e ka shumë të lehtë çështjen. Thot qëllimi i fjalëve të tij, nguteni të arrini bereqetin e kësaj dije, është shfrytëzojeni rinin tuaj për të arritur dije. Sepse kur njeriu moshohet, nuk posedon më gjallëri, memorie dhe aftësi për të mbajtur mend. Wallahi po, subhanallah. Kur të arrini një moshë caktuar, mbi 40 vjet, 50 vjet, fillojnë veç memoria, gjallëria hiqet, nuk ki aftësi me mbajt mend që shke mbajt më herët. Më thonë, nuk e ke atë koncentrimin që ke pas më herët. Edhe thot çfarë? Shtoja kësaj edhe faktin se njeriu pas rinisë ngarkohet me përgjegjësi të shumta, me punë ndryshme, me angazhime edhe kërkim dobive, ndërkohë që i riu nuk është i ngarkuar me asnjërin, s'është i martuar, nuk ka fëmijë, nuk lypet asgjë prej tij. Atë le të shfrytëzon. Po ashtu duhet të dihet se faza e rinisë kalon shumë shpejt. Imam Ahmedi ka thënë, nuk kam gjetur shembull që e përshkruan rinin më mirë se sa diçka që e kisha në dorë e pastaj rënë tokë. Për rinin e ka fjalën, subhanallah. Sepse ju nuk e dini, ndoshta nuk mund të arrini atë pjesë të saj që e shpresoni. Do me thënë çfarë?
ka mundësi që i riu shpresojnë të arrijë dije të madhe, të mësoj shumë përmendsh, të lexoj libra të ndryshëm, gjëra tjera zakonisht që i shpreson i riu, po nuk arrin. Se vjen një periudhë, një kohë që ti du të martohesh, të krijosh familje, të formosh familje. Megjithatë, nëse ai lufton vetveten, kërkon ndihmën e Allahut, përpiqet shumë me shfrytzu fazën e rinisë, atëherë me lejen e Allahut Azza wa Jall ka me arrit mirësi të shumta, dhe thot Allahu Azza wa Jall, ata që luftuan u munduan për hir tonin, ne me siguri që do t'i udhëzojmë rrugëve tona. Me të vërtetë, Allahu është me bamirësit. Sot Ankebut, ajeti 69, dhe për fond sillni dobi njëri tjetrit, ka nxitje për të rinjët, që takimet mes tyre t'i shfrytëzojnë dobi ndaj njëri tjetrit, dhe duke përsëritur dijen sipas mënyrës më të mirë, dhe në takimin e radhës me porosinë e 5 nga Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.